si e ke parë deri tani? Kush duket se është pretendente? Ky është botrori i pleqve. 2. Ky është botrori i arbitrave që po lën nam. Goli dje i Kroacisë ishte gol, sepse nuk ka nevojë të kesh atë stemën e FIFA-s atje si arbitër, të kuptosh që ai mbrojtësi e preku me kokë dhe ishte gol i rregull. Nuk e dia e pe, unë u çova një natë të pastë me shumë sfota, por i kanë bërë një padrejtësi historike Kroacisë. Pse që tjetër Ronaldo edhe në ndeshjen tjetër, po është e pa denjë. Pjesa tjetër pasaj unë mendoj që skuadra që po spikasin janë Franca, Spanja, them dhe Anglia ime. Apo të bindë Anglia, se Anglia përgjithsisht shkon deri ke vija e finishit, po aty e ka problemin. Po ndoshta me Arsenalin këtë vit e ka thyra të mallkimin anglez. Alda, unë jam tifoz i anglez, bëra një trashim me francezët, sepse ishte ajo daldia në fund të viteve 90, mësoja essential atë anglishten, dhe mësojmë shumë kulturën angleze dhe bëra tifoz në anglez. Kam 36 vjet, Alda, dhe nuk po fitoj asgjë. Megjithatë, dhe e kujtoj atë golin e David Platt me Kamerunin minutën e 120, dhe mu duk edhe kjo e Harry Kane, mu duk si ajo ndeshja e Anglisë me Kamerunin në 1990-ën. Po për te i kësaj, unë them që Anglia përsëri ka gjërat veçanta, ka pika dopta sigurisht, por një futbollist i kalibrit të tillë si Harry Kane, madje është propozuar për t'i dhënë titull mbretëror si Kalors apo Sir, siç japin në Angli. Unë mendoj që nuk ka pasur Anglia dhe besoj që nuk ka për të pasur, sepse ai bëri diçka që përdori ekipin dhe zgjidhi rezultatet, zgjidhi ndeshjen. Futbollist të mëdhenj, nuk është thjesht se shënoi thjesht vetëm 2 gola. Pa ai, nga fundi që kishte prekur ekipi, i dha zgjidhje. Unë mendoj që Anglia ka potenciale të mëdha, por kam përshtypjen që gjithmonë i ndodh loja e Anglisë që s'arrit ta kuptoj asnjëherë, ndoshta nga i kampionata energjik, po themi, vin kampionati duke sigur ata marrin pushime disa prej tyre dhe nuk e dia e pe Rashford sa lindet shumë për të dëshiruar, dhe Harry Kane që luante me shpirt nga sulmi në mbrojtje nga mbrojtja në sulm. Kjo ishte absurditeti. Disa dhe lodhen më shpejt se shumë ndeshje. Mirlandi, të falenderoj shumë, shpresoj që të kem për sportin herën tjetër dhe të flasim më gjatë se çfarë po ndodh, sepse gjithë vëmendja në fakt në botë është tek botrori, edhe pse ne kishim këto zhvillime që ndodhen paralelisht me botrorin. Faleminderit shumë, Landi.